Dente edhe një ku i ke pas një pyetje të vështirë kryeministrit e di Roma. Po. Kush është më arrogant atë pyetje ti a Roma, drejt më natë. Ja, këtë vjen e pa që mbet si pyetje kjo. Po. Unë mendova të tregohesha drejt për drejt, ashtu siç e mendoja ashtu është prea. Po. Por nuk është se thash ndonjë gjë që politikanët në përgjithësi dihet si janë. Po dyqysh mua m'pëlqeve kur e tha në fillim, po tana nisem u frigu, apo Jo, absolutisht. Jo, thjesht ka qenë një ajo kohë që unë nuk mesha me rrjetet sociale, thjesht unë madje nuk e dija që kishte kamera në atë moment. Ishte thjesht një reagim kështu. Kam qenë 20 vjeç në atë kohë dhe nuk e dija këtë konceptin e kamerave, audiencës, çfarë ndodhte, ishte thjesht reagim në momentin. Pastaj më vonë kam filluar të merrem me rrjetet sociale. A e ke po sherrën asaj pyetje që sherrën e ke po asaj pyetje për shkakun nga Ederoma ka bona? Jo. Jo, a? Nuk ka ndodhur gjë, jo. A kishte guxuar të njëjtën mi apo kryeministit Kurti këtu në Kosovë? Po, më thënë. Se Kozherani ke thonë? Shiko, tani është pak serioze. Nuk duhet që njerëzit afeksionohen mbas sidomos një politikani. Kushdo qoftë ai. Njerëzit duhet të jenë gjithmonë dyshues, qëndro student, po jo ndjekës. Pra, ti mund të studiosh gjërat, ti mund të analizosh gjërat, por jo ti besosh verbërisht. Sepse fundja, kudo që ti jesh në gjithë botën, njerëzit janë të gabueshëm. Dhe në momentin që ne bëjmë idhuj, krijojmë idhuj, nuk është gjë e mirë. Pra, gjithmonë duhet të jesh me sy kritik. Dhe i bën mirë vendit nëse je opozitar. Pavarësisht qeveria që është në pushtet, nëse je kundër qeverisë, është në interesin e vendit. Por edhe në interesin e vetë të qeverisë, sepse ka një lloj oponence. Pa konkurrencë, pa fërkime, pa përplasje, edhe vetë vendi nuk shumë para. Bravo, dorë të kyte, shumë e vërtet. Rovina, shpenzon shumë ti, se di që ju mise shpenzoni për shembull ndaj çantë maçtrajtën që i ke bli? Çantët dhe niset e na që i kanë dhënë ka 20.000 euro e kështu. Çantat dhe këpucët janë një nga pasionet dhe fiksimet e mia, më pëlqen domos çantat. Është vërtet kam shpenzuar pak. Cila është çanta më e shtrenjtë që i ke bli? Çanta Hermes, patjetër. Sa ka kushtuar? Çanta që është tani më trend është Minikeli, çdo vajzë e ndëron. Ka qenë birkë ndikur, tani më është ndëruar Minikeli. Sa kushton një lloj çante e tillë? Në dyqan është 9.000 euro, 10.000 euro, në reseller është 23.000 euro, 25.000 euro. 25.000 euro. 25.000 euro. Me rroga tona që e blej morë. Shiko, ideja është... Prandaj destinacioni është Dubai. Jo, është edhe çunat, po unë do të pjesën e... Okej, ajo mund të ketë një vlerë saktuar, më është materiali, po një çantë e tillë, okej, mund të japi një status saktuar, po nuk e besoj që mund ta ketë një vlerë të tillë. Çanta jo, mos më keq kupto. Çanta në dyqan është 9.000 euro, 10.000 euro. Por Hermesi, politika e dyqanit Hermes me listën e pritjeve me wishlist që propozon, ti atë çantë nuk e gjen kurrë, nuk ta japin kurrë. A ti çasi çanta ti Rovina në shtëpinë tonë? Patjetër. Vetëm 3 çanta. 3? Hermes, po. Domethënë 70.000 euro i pas ka çanta. 75.000. Faleminderit për reklamën. Apo kushtet se e di që ki shumë reklama po. Përndryshe je më i ndjekur në Shqipëri. Unë mund që shtu në del burë, nuk e di në është tajmë ka dhe. Jo, mundohem që të bëhemi veçantë, të diferencuarem. Edhe je? Fundja kjo është punë. Edhe nëse nuk je për ditë në diçka të paparashikueshme, shumë shpejt edhe del nga tregu. Prandaj gjithmonë e shkoj si punë dhe mundohem të kap sa më shumë viralitet që të përkthehet në audiencë, të ardhurar, në fitime, në punë, në vazhdimsi. Pra e trajtoj si një profesion. Absolutisht normale. Rrjedhimi është edhe të ardhurar. Po shiko, kjo lloj pune, pra pjesa e audiencës, media, besoj se shkojnë të gjitha bashkë. Ose s'ke, ose ke. Pra, ose ke famë të ardhurar të gjitha, ose s'ke fare. S'ke asnjërin. Pra në momentin që i ke një, ke të gjitha, në momentin që s'ke një, s'ke asgjë. E vërtet. Sa për shembull fiton më shumë të akuzojnë na më përmend se jena në Kosovë, s'ka lidhje. Po nëse më kon atje gjuhët atë këja në administrator. Këtu një deputet sa ka pagën? E ka rreth 2.000. 2.000? Po. O sa? Tani me letra, nëse ka 2.000. Nëse ka 2.000 bie që domethënë sikur jam 3 deputet në Kosovë. Pagën e 3 deputetëve diçka e tillë. Sa domethënë sa 3 deputet merr mujta? Po, nëse jesh me letra 2.000. Po. Aq i bie. 6.000 ti. Po. Rreth 6.000. Edhe sipër. Po. Tani në momentin që e thua në këtë mënyrë tingëllon pak si po. Jo stingëllon, jo se ti shihesh më shumë, po. Ti shihesh.
A ka ndodhur për shembull nga herë me thonë ma ke bo keq reklamën a më t'i kthy porët? Të tilla jo, ka pasur momente që s'kan dalë mirë në reklam, gjëra që nuk e di detaje, por jam rikthyer ta bëj prapë. Për shembull, a ka ndodhur me thonë pronori valla keq ma ke bërë për këtë më Shiko, ka diçka. Ai që të kontakton, nuk është se unë shkoj tek njerëzit dhe i them të bëj një reklam. Po kontaktojnë, edhe deri diku kanë krijuar një lloj përshtypje për mua, një lloj imazhi që Arbi bën këto gjëra, është serios, është anormal, është humorist edhe ka parasysh. Pra ka krijuar një simpatie dhe vendos të kontaktojë. Nuk është se është të lidhur rastësia. Kjo është një aspekt shumë pozitiv tek kjo punë që unë bëj. Ravena? Po. Instagramin atë kishte shumë të fortë, në rrjetet sociale është shumë e fortë. Faleminderit. A ka ndodhur për shembull atë shkruaj kështu burra të martuar me kështu deputet për shembull, ka ndodhur më shkruaj një deputet me të lyp me homën i dorë bashkë. Tani më nuk mund të nxjerrim çdo sekret për intervistat live, të lutem. Por edhe mund të ketë ndodhur, nuk ta mahoj. Ideja është jo, unë kam një stafin Haxhimi që merret posaçërisht me reklamat dhe me story dhe me publikimin e fotove. Unë vetë online jam vetëm ku publikoj kur jam në udhëtim në tripe. Aty jam unë. Për shembull, më shkruaj deputetin çat tuaj, e ke? Mund të ketë qelluar që mund të ketë rastisur nga udhëtimet, absolutisht mund të ketë qelluar, por gjithsesi unë i marr në kuadrin e shakas, nuk i marr shumë seriozisht. Tashmë i lirë është i lirë meta se është burg, mos shkruaj për shembull. Jo. Nuk është në shirë e mia. Po, diku në lirë më shkruaj. E orë ju bone ke reklamën me neve sta e bone? Për çfarë do reklamën? Po për emision për shembull. Jena jo